Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi muntajabin, wa ala jami'il anbiya'illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit më shplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme, të nderuar dëgjues dhe shikues, para se të kalojmë në shtjellimin e temës për sot, do ju ftoja të ndiqnim 4 ajete të përzgjedhura për ditën e sotme nga surja Huxhurat. Të ndiqim së bashku dhe rikthehemi në shtjellimin e temës për ditën e sotme. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Në të vërtetë, besimtarët janë vëllezër, andaj pajtoni vëllezërit tuaj midis tyre, keni frikë Allahun në mënyrë që ju të mëshiroheni. O ju që keni besuar, asnjë burr prej jush të mos tallet me burra të tjerë, se këta mund të jenë më të mirë se ai. Gjithashtu, asnjë grua të mos tallet me gra të tjera, se këto mund të jenë më të mira se ajo. Mos e nënçmoni dhe mos e që sëndisni njëri tjetrin me nofka të këqija. Sa e shëmtuar është të thirrësh me emër të keq pas pranimit të besimit. Ata që nuk pendohen janë vërtet keqbërës. O ju që keni besuar, largoheni shumë dyshime, se vërtet disa dyshime janë gjunah. Mos o spiononi dhe mos e përgojoni njëri tjetrin. Vallë, a të shëron të kush prej jush të hajë mishin e vëllait të vet të vdekur? Sigurisht që ju do ta urreni këtë. Andaj keni frikë Allahun. Pra, Allahun. Me të vërtet, Allahu është pranues i vendimit dhe mëshirëplot. O njerëz, në të vërtet ne ju krijuam ju prej një mashkulli dhe një femre, dhe ju bëm popull e fise, për ta njohur njëri tjetrin. Më i nderuari prej jush, tek Allahu, është ai që i friksohet më shumë atij. Vërtet, Allahu është i gjithdijshëm dhe për atë asgjë nuk është e fshehur. Këto ishin nga ajetet e surës Huxhurat, nga ajeti 10 deri në ajetin 13 të kësaj sureje. Pra të nderuar dëgjues dhe shikues, siç e kuptuam dhe nga ajetet e përzgjedhura për ditën e sotme, do të flasim rreth temës njerëzit kanë nevojë për njëri tjetrin. Jeta e njeriut është një mozaik i ndërtuar nga mijëra gur të vegjël, ku secili ka nevojë për tjetrin që të plotësojë pamjen e plot. Askush nuk mund të përmbush vetveten, duke ecur vetëm, sepse vetmia është si një udhëtim në shkretë të tjerë pa ujë e pa hije. Njeriu lind i dobët dhe i pambrojtur, rritet në kujdesin e të tjerëve, mëson nga fjala dhe përvoja e atyre që e rrethojnë dhe gjatë gjithë jetës së tij mbështetet mbi dashurinë, miqësinë dhe mbështetjen që gjen te shoqëria. Siç valët e detit marrin forcë duke u ndjekur njëra pas tjetrës, ashtu edhe njerëzit marrin kuptim e qëndrojnë të fortë vetëm kur janë pranë njëri tjetrit. Nevoja për tjetrin nuk është thjesht një nevojë fizike, por njëkohësisht është edhe një nevojë shpirtërore, sepse njeriu ka nevojë për fjalën e mirë, për dorën që jep shpresë, për shikimin që jep siguri dhe për ndjenjat e bukura. Edhe gëzimi më i madh nuk ka shije kur nuk ndahet me të tjerat, dhe dhimbja më e vogël bëhet e rëndë kur e mban vetëm me vetveten. Kështu që lidhja mes njerëzve nuk është zgjedhje, por pjesë e natyrës tonë njerëzore, një thirrje e brendshme që na kujton se vetëm duke u bashkuar gjejmë kuptimin e vërtetë të jetës. Në jetën e përditshme, qenia njerëzore është e lidhur ngushtë me të tjerat.
Askush nuk mund të jetojë i izoluar, i shkëputur nga shoqëria ku ai jeton, nga familja apo nga komuniteti. Dhe vetë natyra e njeriut është krijuar në atë mënyrë që ai të ketë nevojë për marrëdhënie me të tjerët, për dashurinë, për mbështetjen dhe bashkëpunimin midis njerëzve. Në Kuranin famëlart, Allahu i lartësuar na kujton se Zoti i Gjithësisë e ka bërë njerëzimin të jetojnë në populle fise, për të njohur njëri tjetrin dhe për të bashkëpunuar. Ku thuhet: "O njerëz, ne ju kemi krijuar për një mashkulli dhe një femre, dhe ju kemi bërë populle fise që të njiheni me njëri tjetrin. Vërtet, më i ndershmi prej jush tek Allahu është ai që është më i devotshëm." Ajeti 13 i surës Huxhurat. Pra ky ajet madhështor tregon se dallimet mes njerëzve nuk janë arsye për ndarje, por për afrim dhe për bashkëpunim midis tyre. Një njeri ka nevojë për tjetrin që të plotësojë bushllëqet që mund të ketë në jetë, sepse njëri është mjeshtër, tjetri është bujk, njëri është mësues, tjetri mund të jetë nxënës, njëri është udhëheqës e tjetri ndjekës njëkohësisht. E të gjithë këto së bashku formojnë zinxhirin e jetës. Nëse do të mungonte kjo lidhje, jeta do të ishte e pamundur. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Besimtari për besimtarin është si ndërtesa, ku pjesët e saj e forcojnë njëra tjetrën." Ky hadith i bukur e përshkruan në mënyrë të thjeshtë dhe të qartë marrëdhënien e shëndosh që duhet të ekzistojë mes njerëzve. Ashtu siç një ndërtesë nuk mund të qëndrojë pa themele, pa mure dhe pa kul, po ashtu as shoqëria nuk mund të qëndrojë pa lidhjen reciproke mes njerëzve. Në Kur'an thuhet: "Bismillahirrahmanirrahim. Ndihmojeni njëri tjetrin në vepra të mira dhe devotshmëri, e mos e ndihmoni njëri tjetrin në mëkat dhe armiqësi." Ajeti 2 i surës Maide. Ky udhëzim hynor e tregon qartazi se marrëdhënia mes njerëzve nuk është veç se diçka e nevojshme për çështjet e jetës materiale, por marrëdhënia me njerëzit është edhe një çështje shumë e rëndësishme shpirtërore. Njeriu nuk arrin devotshmërinë e as shpëtimin duke qenë i vetmuar, pa mbështetjen dhe pa këshillën dhe ndihmën e vëllezërve të tij në fe. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: "Njeriu është i dobët kur është vetëm, por kur është në vëllan e tij, bëhet i fortë." Kjo urtësi e thellë na mëson se fuqia e vërtetë e njeriut qëndron në bashkëpunimin me të tjerët, jo në vetminë dhe përjashtimin. Shoqëria është si një trup i gjallë, dhe për këtë profeti i dashur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Shembulli i besimtarëve në dashuri, mëshirën dhe dëmshurinë e tyre për njëri tjetrin është si një trup i vetëm. Kur një gjymtyr dhemb, tërë trupi merr pjesë në dhimbje dhe me ethe." Ky hadith i nderuar e thekson nevojën që njerëzit të ndajnë hallet dhe gëzimet së bashku. Lumturia e një tjetri është edhe lumturia jonë, dhimbja e një tjetri është gjithashtu dhe dhimbja jonë, dhe duhet të ndahet çdo gjë. Vetëm në këtë mënyrë shoqëria bëhet e qëndrueshme dhe njerëzimi i afrohet mëshirës së Allahut. Në Kur'an Allahu i lartësuar na kujton gjithashtu dhe thot: "Bismillahirrahmanirrahim. Bamirësia dhe e keqja nuk janë të barabarta. Largoje të keqen me atë që është më e mira, e atëherë ai me të cilin ke armiqësi do të bëhet sikur të ishte mik i afërt." Ajeti 34 i surës Fusilat. Pra ky ajet flet për forcën e mirësisë në ndërtimin e marrëdhënieve me njerëzit. Njeriu jo vetëm që ka nevojë për të tjerët në çështjet materiale, por edhe në forcimin e lidhjeve shpirtërore, në kapërcimin e mërisë dhe armiqësisë përmes mirësisë dhe faljes. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë: "Njeriu ka nevojë për 3 gjëra nga të tjerat: ndihmën në kohë vështirësie, këshillën në momente hutimi dhe dashurinë e sinqertë në çdo kohë." Kjo fjalë e urtë na tregon se marrëdhënia mes njerëzve nuk është një luks, por një domosdoshmëri e jetës. Asnjë njeri nuk është i plotë dhe i pavarur. Nëse e shohim të thellë këtë çështje, edhe adhurimet tona kanë një dimension shoqëror. Për shembull, namazi në xhamat, agjërimi i muajit të Ramazanit, ku të gjithë besimtarët ndjejnë bashkërisht urim, dhe etjen e vëllezërve që kanë nevojë për bukën e gojës. Haxhi ku miliona muslimanë mblidhen së bashku. Të gjithë këto na mësojnë se njeriu nuk adhuron vetëm, por me shoqërinë. Ky është një mesazh i fuqishëm i fesë son.
që njerëzit kanë nevojë për njëri tjetrin për të arritur përsosurinë shpirtërore. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, njerëzit janë robër të Allahut dhe më i dashuri tek Allahu është ai që është më i dobishëm për robërit e tij. Kjo domethënie e thellë na bën të kuptojmë se adhurimet nuk janë vetëm një lidhje personale mes robit dhe krijuesit, por është edhe një urë që bashkon zemrat mes besimtarëve. Kur njeriu lutet për vëllain e tij në fe, ëngjëj thotë, edhe ty të qoftë njësoj. Ky shpërblim i dyfisht na mëson se kujdesi për tjetrin është pjesë e adhurimit tonë, dhe se lutja nuk duhet të kufizohet vetëm tek vetvetja. Allahu i madhëruar thot, mbajeni lidhje me namazin dhe jepni zakatin. Ajeti 43 i surës Bekara. Në këtë ajet shohim qartësi se namazet e zakatit përmendet së bashku, sepse njëri është adhurim i pastër shpirtëror për namazin, ndërsa tjetri është adhurim shoqëror që pastron pasurinë dhe e shpërndan atë tek nevojtarët. Pra Islami i ka lidhur këto dy dimensione për të na treguar se pa marrëdhënie me të tjerët, adhurimi nuk është i plotë. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, Allahu i ka caktuar disa të drejta për besimtarët ndaj njëri tjetrit, dhe këto të drejta nuk plotësohen veçse me ndihmën dhe dashurinë e ndërsjellë. Ky mësim i madh na kujton se për të qenë të dashur tek Allahu, duhet të jemi të dobishëm për krijesat e tij. Pra dimensioni shoqëror i fesë nuk është i dorës së dytë, por një pjesë thelbësore e saj që çon drejt përkryerjes shpirtërore dhe afrimet me Zotin e gjithësisë. Dhe në përmbyllje të emisionit për ditën e sotme, do të thoja se lidhja e njeriut me të tjerët është e ndërnjosur në vetë natyrën e tij. Vetmia, të nderuar dëgjues dhe shikues, nuk është zgjidhja dhe rruga e zhvillimit, ndërsa bashkëpunimi, po, është rruga për zhvillim, është rruga e dashurisë. Ndihma reciproke janë themeli i një shoqërie të shëndosh. Nëse ti zgjat dorën për vëllain ose motrën tënde në fe, edhe ai një ditë do ta kthejë një të gjë dhe kështu qëndron shoqëria e bashkuar dhe kurse si nuk ndaheni, sepse Allahu e do bashkimin dhe mëshira e Allahut zbret mbi ata që qëndrojnë të bashkuar dhe ndihmojnë njëri tjetrin. Në këtë momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe beqatia e Allahut qofshin mbi ju.